se duhet dhe sa rrugë kemi për të bërë në këtë drejtim? Siç është informuar dhe publiku i gjerë, në sektorin e bujqësisë janë hapur tashmë 3 kapituj të negociatave, ku përfshihet edhe bujqësia dhe zhvillimi rural, që është njëri prej tyre. Po kështu, ka që rëndësishme është edhe siguria ushqimore. Atëherë, instrumenti kryesor që shërben për arritjen objektivave të politikës së përbashkët bujqësore, që aplikojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe ku vendi jonë është angazhuar dhe ka marrë një sër detyrime si pjesëtari, si antari i arshëm i Bashkimit Evropian, pra skemat, politikat mbështetëse janë instrumenti kryesor. Në fakt, dallimi thelbësor me praktikat e mëparshme ose praktikat e ndjekura deri tani me masat që zbatojnë vendet e Bashkimit Evropian, është që krahas masave të investimeve, të cilët janë edhe këto pjesë e skemës kombëtare për vitin 26, dhe ne kemi planifikuar rreth 2.5 miliard euro për 2.5 miliard lek për skemat e investimeve, që janë sektorët prioritar të zhvillimit të bujqësisë tonë.